9 maji i vitit 1973, në kamp burgun e Spacit, gjendja ishte e rëndë. Terrori dhe dhuna ishin në një shkallë që të burgosurit politik nuk e kishin përjetuar kurrë më parë. Shumë prej tyre ishin aty që prej ditës kur ishte hapur kamp burgu i Spacit, dhe të burgosurit ishin sjellë për të punuar në minierat e bakrit dhe piritit. Një prej tyre ishte edhe Xhavit Lohja. Prej 1968-s, kur ai dhe shokët e tij të vuajtjes kishin bërritur aty, nuk e kishin parë kurrë kampin me masa të tilla sigurie. Revolta, e cila kishte zgjatur për 3 ditë rresht, kishte ngritur në këmbë gjithë regjimin. Për prapaskenat e saj, edhe sot, shumë të burgosur kanë mendime të ndryshme. Xhaviti renditet mes atyre që mendojnë se revolta u nxit nga vetë sigurimi i shtetit, me qëllim për të rritur presionin në kamp dhe për të pretenduar norma më të larta pune në minier dhe si rezultat rendiment më të lartë në nxjerrjen e bakrit dhe piritit. Historia tregoi se pas revoltës në kamp, terrori u shtua. Askush nuk guxonte të refuzonte punën në minier. Normat e nxjerrjes së mineraleve në galeri ishin rritur shumë dhe çdo njëri prej tyre duhet të mundohej shumë fish për t'i arritur dhe për t'i shpëtuar dhunës së drejtuesve të kampit. Xhaviti kujton se me mbylljen e revoltës, një skanim i rrufeshëm kishte nisur për çdo të burgosur. Ishin krijuar lista nga drejtuesit e burgut dhe kushdo që gjendej në ato lista do të hetohej dhe ndëshkohej për çfarë kishte ndodhur gjatë atyre 3 ditëve revolt dhe shumë çka tjetër që mund t'u rëndonte akuzën. Në ato lista gjendej edhe emri i Xhavitit. Ai thotë se nuk kishte pjesëmarrës aktiv në revolt dhe si ai kishte edhe shumë të tjerë në ato lista. Qëllimi ishte i qartë, terror përmes dhunës. Por si do të vijonte fati i secilit prej tyre, kush do të merrte dënimin kapital dhe si do të ndëshkoheshin të tjerët, si do të vijonte historia e Xhavitit. Pas 3 ditësh revolt, mëngjesin e datës 23 maj 1973, kampi ishte vënë nën kontroll. Në një raport të sekretarit të partisë në kamp, Shahin Skura, thuhet: pas ardhjes së reparteve të policisë dhe të ushtrisë nga Tirana, që shkaktua një presion psikologjik të dënuarit, ata përfundimisht në orën 9:00 të datës 23 maj 1973 pranuan kushtet e vëna nga organet tona dhe në këtë mënyrë revolta u mposht dhe të gjithë të dënuarit u lidhen dhe u vunë nën kontrollin ton. Xhaviti kujton me detaje orët e asaj dite, mbushur me presion dhe terror. Kujton leximin e listave që kishin hartuar që më parë dhe se si në ato lista ishte përfshirë edhe emri i tij. Kujton edhe se si i kishin ngarkuar në autoburg dhe i kishin nisur me urgjencë drejt Tiranës, ku i priste një hetuesi speciale. 10 ditë, 10 net në Biruz, për gjithë ditë hetuesi. Por unë, për fatë mirë atë keq, i dojë jemi ka kënë ministrit mëshme me pozitë. Përveç saj, buka dhe diku del buka që kishtë dhonë baba, dhonë shumë kur thamë, si ishte një prej Irakli Kocani, prej që kuj ka kënë pa pe jugut ishte, pa i pasa pa taku me kënë të na, dhe të shpija shumë herë. I ditë, prej ditës, ishte, mas i kishun boja 6 ditë, jetu si të hetuset aty të tonë. Se bashin poshin, misdi shkoshin e hashin, mas i na reguloshin e mirë, shkoshin e hashin, hetuset. Edhe këto dënë karrika, dënë kom, kur vjen kë. Erdhe aty, jashlune në vendin, karriken. E pashtë që këtë ka njëri më në flasë, të kishun pa i ftyrë, me e pa shumë e vrashtë, shumë, kur të thamë. Bile s'kam një, kam të e livdu. Edhe jashlune në vendin këta, ullet në karrik,
jo shumë larg me jetë. Unë si me kanë kopë zoologjik me pa nëj tu cofja, tu dekse, me dek të gjithë kush, ashtu ishim na, logorite. Njerë ju ishte për ta hizjan. O si e ke emnin? Filani, i thash. Kurrin, Shkodër. Po ku në Shkodër, thash? I thash një fshat aty afër qytetit. Tha, i ku je, tha, në Shkodër? E dite, kishte ardha pas ta fat, me sa shduket, me qa mora vesht. I tha që i Filanit. I tha, u qu aty në kam, u qu vetë. Tha, familja, tha, që ka ndimu luftën nacional shqiptare, ma para në veri, tha, jati ti, po ka pas nga të res me hoxhën e kuqë, se kana pa pas i hoxhë poshtëm në aty në fshat. Herë hoxhë, herë me sigurimin, herë shumë i poshtëm. Baba se ka dasht, po mirë, po sigurimi ka një fort. I tha, ka që foli? Tha, këtë tha me e qua atje. Po t'ju mora gjanvesht me thonë drejten. Edhe hiku. Trajtimi në nëshe që, se si shduket dhe të marrët e hetu si, dhe me më qua në spaq, dërse ju tha shko me e qua atje. Ndërkohë që ky proces hetimor vijonte me intensitet, kupola drejtuese e regjimit po bënte analizën e kësaj ngjarje. Dokumentet e shumta arkivore zbulojnë kënd shikimin e ngjarjes nga ana e drejtuesve të regjimit dhe nga strukturat drejtuese të Kamburgut të Spaçit. Një ditë pas shtypjes së revoltës, nga Rresheni i drejtoi ky dokument Komitetit Qendror, ku analizohen shkaqjet e revoltës dhe menaxhimi i saj. Ndryshe, nga analiza që i bën Xhavit Lohja, sikurse edhe të burgosur të tjerë si ai shkaqjeve të revoltës, në këtë dokument theksohet se revolta kishte karakter të thellë politik, por a bëi kjo për të justifikuar skenarin e dhunshëm dhe për t'i vënë në terror të burgosurit për të pasur më shumë rendiment nga puna e tyre? Dokumenti, i nënshkruar nga sekretari i parë i Komitetit Partisë së Rreshenit, Jovan Bardhi, thekson mes të tjerave. Ngjarjet që rrodhën treguan se kishim të bënim me revolt kundër revolucionare me karakter thellësisht politik, dhe jo për çështje të thjeshta të rregullit të punës dhe të jetesës. Ata filluan të veprojnë në masë të gjithë duke përdorur parrulla reakcionare, ja vdekje ja liri, roft Shqipëria e lirë, ju jeni Katila, keni lyer duart me gjakun ton, roft Evropa e lirë, poshtë komunistët, do t'ju djegim si Stalinin, populli është me ne dhe kundër jush. U bën thirrje ushtarëve që të dorëzonin armët, ngritën edhe një flamur të përgatitur dhe të vizatuar prej tyre, zhvilluan mbledhjet e përfaqësuesve sipas krahinave, përpunuan platformën për të koordinuar veprimet në vazhdim të revoltës. Pas ngjarjes së njeriut misterioz në hetuesi, Xhaviti priste në qeli që ta merrnin dhe ta transferonin sërish në Spaç, por nuk ishte kaq e lehtë. Një sfidë re e priste dhe ai duhet t'i bënte ball. I ditë për diç, mos një 2-3 ditëve, vjen polici, hajde thotë. E më çunin te një zyre. U kuptote, në komoditeti i zyrës se nuk ishte një ida që do që të pritte me i fjallë. A i kishte pakën se vend drejtori i sigurimit shtetit. Edhe thotë, shire, ku je si punë të të në me të marrë me të mirë. Nuk thotë gjonë se palirohesh, pe këto, me gjallë pa delë. Në duk të si lirim. Tha, tha partia, tha, ka me nënë për ty, tha, van neje këte, unë i di shumë ata punë se i kishim një gjuhë me 1.000 miliona herë për të bëgosneve. Tha, ti me bashkëpunu, tha me ne. Në, tha, do të bojmë që mos me të liru, tha, do të bashkëpun pak, tha, s'ke nevoj, tha, me shku, tha, je 2-3 vetë, shko me naj me ta qa flasin, të tjetëri, të bojnë në përkam. Unë e një gjohë shumë.
me gjakstof si papa me thonë drejtën. Edhe, po i thash, po, unë nuk ka zenata e me ke punë. Unë nuk mund të bëjë, thash. Unë me shkuta ata, mi një të usha, duhet me shalë, unë me i sëndi, thash. Po mirë, po nuk kam qef me usha ju, i thash. Bën, a besan që mund të ketë majt e ora ma shumë, të më thonë, që ju duk si uje, që shduket si nuk pa mundu me e bimë këtë njeri. Si përfundim, mi kam thoni këtë fjallë, tek më keni, tek më keni, i tonë, qatë, keni ndorë që shka, pa unë me shku e me një gjuhë miletin, njerëzit që flasin e me folën, unë nuk ashtë se, sa i tjeti, ti kur të flasin, a ti duhet me folë edhe ti na i fjallë, se unë nuk jam prismarë mu orëfyja i të unë. Gjaviti thot se mbase ato qaste përballje aty në atë zyrë ishin qastet më të vështira të jetës së tij. Kishte vendosur ta refuzonte propozimin e bërë, por a do të ndëshkohej për guximin e tij? Edhe qori letër të bardhë me i stilu laps. Sa me shkru në atë që diktojmë na. Po më i thosh. Unë thash që po më thot me shkru për me bashkëpunu, atë zdo shumë me shkru. Unë i një filani sot me datën ka që aqë, më bo thirrje në organet e sigurimit shtetit për me bashkëpunu me ta, por unë nuk pranova. E shlej këtë deklarat, të shkru vetën, me dorë teme, unë e thot shumë jem të shkru vdekjen. Që ishte fjalla ma diktaj për mas mi thonë kuj, që ta bon kja thirrje, që vëduk të uje e madhe, unë që pa ta thonë kuj me thonë drejten, se ki shumë frikë, se thoshim me hekun qafet, e kam firmos, se koha kanë qumë, më kanë thonë që e kanë pa, dikush, unë nuk e di se ku egzistan e letë, kishe dash për sa më banë, ja për me shfajsu vedin, se që zotis jam, po më kërë djali jem të ati që kërë abam. Nuk e di, e kam shumë me dorën teme, thiri policin, që edhe këtë, tha merë, tha se s'kam pa ftyrë ma të poshtëm. Asë nuk më tërtëraj, asë kur gjam. Ka që muhabet ka kënë me i fjallë, veç gjithë se si, e si dhe unë, kam kënë si tipi butë, me sa du, me nëj kështu, ka thonë këtë ta po bëjmë me shpet, biletu i ka dzu njani dhe i personit që ishte me pozit, me Partinë Demokratike, a fjallë. Thot, po filoni, thot, ka thonë që më kanë marrë ishtu, si puna jote, më thash se kam vetë, s'm ka thonë. Me fjallë, si shduket, kanë kalu shumë në për atë revolt aty, si ashtu. Ditëve të asaj hetuesie do t'u vinte fundi dhe Gjaviti do të rikthehej sërish në Spaç për të vijuar dënimin e tij. Nuk kishte marrë ridënim tjetër dhe ai thot se lidhjet miqësore mund ta kenë shpëtuar në atë rast. Unë jo se kam kënë më i fortit, nuk më den ai kush me sa duket pedajsh, kërësore që kanë koloneli Ministrisë Mbrëmshme, qysh se ka hyrë partia në sigurim baba nuk ka pas marrëdhënie me te, që ne na bon kulak, a jarë dhe i baba s'prandaj me hynë kooperativ, sa do të kesh pasoja, e këta do t'izoluash politikisht, ekonomikisht, e si punë të etëne. E shtu puna, ma ne e kena orë në kam, e kena gjithë kampin e Diegun, shtu. Ma s'kishte me të ferra, s'kishte me të bara, se njësej reprezalet që nuk me folë dë vetë me janë i tjetëri nuk mundshin njësej me dalë në punë për dy, me shku në punë. Edhe në ta rast, me nej shpinë për shpinë me janë i tjetërin të pritë polisë. Shinje, bore, akull, e dillë një aty. Njësej të merrit me fjallë. I denun, doli komisari i ditë, aty. Ne nesën bile. Kishte pa dalë, si i kanë denu fillet, unë kam kënë biru, se t'jemi sakë. Edhe kishte thonë që i bushkatu me 4 vetë.
hajrin apo shkatu për i këtë punë. Dhe betohëm se ka bon tjetër gjanë, në veç bani atë gjesion për i këtë fjale kanë po shkatu, sa jasë mori pjesë në revolt, sa i ka kënë gjysë robit. Jo me e po, që ko kanë nëllë me djallit, po gjysë robit kështu me kishte kalu. Gjaviti thot se Hajriu kishte pësuar depresion të thellë pas torturave që i kishin bërë në hetuesi, këtë fakt të gjithë dinin në kamp, ndërsa përfshirja e tij në listën e të pandeurve për revoltën e Spaçit, pa pasur ai asnjë rol në të, ishte e qëllimt, e mbase e nxitur drejt për drejt nga Feçor Shehu. Feçor. Do të dënohni, tha, me ashpërsin e diktaturës proletariatit. Aty në fushë, tha. Kur të na lidhë, të na një dënoni. Një kriminal i lindur. Dënimi i 4 djemve të rinj me pushkatim, torturimi dhe ridënimi i 10 të tjerëve, presionet e shumta psikologjike dhe kushtet e terrorit në kamp e kishin kthyer në ferr jetën e të burgosurve në Spaç. I gjithë kampi ishte i dënuar. Regjimi do ta mbante nën terror për shumë vite në vijimat të kamp. Një tjetër ngjarje e bujshme do të pasonte ngjarjen e revoltës, dhe ajo ishte pushkatimi i 2 gazetarëve Vangel Lezho dhe Fadil Kokomani, si dhe nacionalistit Xhelal Koprenska, po ashtu një ditë maj të vitit 1979, 6 vite pas revoltës së Spaçit. Dënime mas dënimit, e vrasje kanë bëhe, po shkatu besaj, 8-4 pa, ja 4 tjerë i po shkatu në aty, se i boni letërën në Verhors. Ata ishin 2 gazetarë. Vangel Lezho edhe Fadil Kokomani. Marru për gazetari në Rusi, në Bashkimin Sovjetik, njerëz më të siut, pa ishte Evangeli me thonë, a vritet kë njeri, i intelektuali pa rritë shumë. E kam parasysh ftyrën e tij, si me kanë piktori, tash e piktorej, që ala me djalit, i gjatë, i kulturu në fart, ku i thojnë, gazetarë, ta i batën bërë letër komitetit qenëror. Këtë ka me të njime shumë, që kam pa letër në te. Që heqin e se këtë të pjovret të tonëve. Kështë e njësaj me vra. Të pjovret të tonëve. Kaq ka kënë letra me fjallë, për ata e këshin shkru e formulu bukur, pa për i këtë. I kanë marrë, e i kanë denu me pushkatim. Denu edhe një Xhelal Koprensen, edhe ishte si kështu i djathë. Ishte data 2 qershor 1982, pas afro 19 viteve burg, Xhavit Lohja do të lirohej nga burgu i Spaçit. Ishte në prag të 40-tave. Vitet e rinis i kishin fluturuar aty, në atë kamp mes maleve, por jashtë atyre rrethimeve e priste një mundësi e re. Duhej ta riniste jetën aty ku e kishte lënë. Atëherë dola, për burgut, erdhi vakti, bona 18 vjetë, 10 muaj e disa ditë, i ketë shkru ma aty në atë. Atëherë lirova, më spakohet, u fejova, u martova. U martova me të bine Haxhi Hajdarit. Haxhi Hajdari, deputet i Kuvendit Popullor. Kolonel, njëri që ka pas kredit madhe, marqit. Xhaviti tregon një histori të vjehrit të tij me krerët e regjimit komunist, histori që kishte bërë buj në vitet e diktaturës. Shkënte Enver Hoxha, aty jetë me shehu. Në thot që janë keq malësia madhe, janë të dekunit, kishin bërë kooperativës, kishin që me hangër. Atër me meti i ka thënë, në të kena thonë gradat. Një ka thonë gradat, s'mi ke thonë ti, në gradat i ka marrë në malë. Me të vërteti kështë ta marrë vetë me merit, por në atje pa t'i lanë. Edhe ka ardhë, në shpit vetë, arma tos, e ka shku në rjollë, te da ku marrë vetë
atje të i shpellë, herë të i shpima, ne të i shpellë, e kanë me topë. Me murtaja, me topë, kanë marrë një tamën mirë të zisi e ka pasaj, që ne pikat aty. Dhe eliminunin, Haxhi Hajdarin. Ngjarja që tregon Xhaviti kishte ndodhur në vitin 1963, atë vit kur edhe ai vet ishte arrestuar e mandej dënuar me 20 vjet burg. Afro 2 dekada më vonë, pasi Xhaviti do të lirohej nga burgu, do të lidhte jetën pikërisht me vajzën e këtij idealisti, që kishte guxuar t'ua thoshte në sy udhëheqësve të diktaturës të vërtetën e hidhur të regjimit komunist. Që shkën puna më ne kalon 3 djelë e 2 varza. Vjen hesapi, lirohën për burgut, sugjerojnë dhe qavë, edhe si përfundim u martume me këtë vajzën e madhe. Punovën e shenejon, që me bankët, kur tjetër kun nesë nga qoshin. Punovën më në erë demokracia dhe... Rënja e diktaturës kishte ndezur shpresa të mëdha tek një pjesë e madhe e shqiptarëve, sidomos familjet që kishin provuar persekutim të gjatë e të pandërprerë për afro gjysmë shekulli. Por demokracia, siç thot edhe Xhaviti, erdhi me sfida e probleme të reja, dhe një prej tyre ishte ligji 7501 mbi pronën. Ishte bon ligji 7501. Me i fjallë, me u marë tokën tonëve, e mas me shkrua si dokumente, me u dhanë aty në tjerëve. Kishte Partia Demokratike këtë program. Një në ardhën atë ato do komisionët, 5-6, dole i vllai që nuk jeton më, pse këni ardhë, thot ishtu, apa hikni edhe për këto, se në tokën tonë e dajmë vetë, jena 4 vllazë, s'keni nevojë me na da tokën tonë. Edhe hiken, edhe së duken më. Ata donën më nëse fshatë afër qytetit, e kanë pas tonë qytetarë që kanë pasionik këtë tokë, kuqin, pathujse. I ditë për e dëqë, bëhet i mledhje në Gurgjis, aty ishte e kena qenë nga. I kishin arë gjithë të titullarët e qytetit, të Partisë Demokratike, më thirën edhe mu. Me të ndetën mu duke qëllimsh me thirja, edhe në jasin vedi aty, të folë atë ligjin, me zbatu ligjin, i sajhorit, a i s'kishte pas gjama shpirtit vetë. Atëherë, më thonë me folë ti. I thonë që kom me folën, më thonë, për të kënë të folë bëllë, bërë banë me të butën. Bërë banë, dikur, si me thonë, s'ki shumë halë pa folë. Edhe, u qova, unë i thash, kam bo 18 vjetë a 10 muaj e disa ditë burgë që ta dini. Kam nëjë me pëthuj me gjithë Shqipnin, për gjitha krahinave. Nërta, kam pas edhe një Emin Gjoka prej Uksit. Ka kënë shumë burimi. A i ka pa kap kasve në revolt të pri shtendat e emulacioni që i thoi. Edhe ky njeri ishte familje dëshmorsh. Ja kishin vra Gjermant njanin vla. Ishte edhe me pushkatar, me lenjë, pa ishte burri ndershëm, fakt. Kur vinë puna mu po kooperativ, nuk tha jo i shkreti, po u bo dhe me dorëzu qetë. Kafshët e punës, qetë e mërveshti. I dorëzoj. Edhe i vlerësunin, ka që lekë, si më 40.000, 50.000 që ka kënë parja në atë kohë, po kënë në madhe 50.000 lekë për i blej shpit vogël. Që kur të më kamet kooperativa, shteti, me di kësoj këta pare. Edhe kalun vite, i ditë për i ditë, mas i kalun shumë vite. Bëhet i mledhje për sëri në fshat aty në Kuks. Zishja ka pasaj fshat për zotë, se tane i kam pa majtë men. E kishte arë sekretari i partisë. A i pari, a i dyti nuk e di për sekretari i partisë titullarë. Qohet një herë fshatit aty që i s'kishte dërzu kërgjan. As qje, as kërgjan. Thot me lejnë, thot, shoku sekretarë, thot, i thot, bata, kishin qëni vetë. Unë, thot, propozoj, thot,
që i paret e qeve, thot, mja falë shtetit. Emini, besoje se ashtë e vërtet e sakja, e kishte afër një aty, e ti këtëse në fëtë. Ti, me zja kanë gjerë, pe duve në shlu njerëzit, thot, po gjitë ke qitë, ti marë për livani, gjitë, ashtu i thonë, që farë, se më thonë, ti e mërë se po ti a përqet ma i shënë gishta, marë qenë, berë qenë, dhe me dhe ta kapin e minin e shkret, besoje, 10 vjetë për argjacion e propagandë. 2 vjetë e denojnë e minin për ofendim këshilash, për këte. Edhe 3 vjetë se i gjenë edhe revolver, e kishte rujtë po alenja atje, e kishte mazerën e të pushkin e gjatë pa dhe këtë. Unë i këtë kam me ju thani, thash, unë tjetër muhabet nuk di. Dhe ullë lejën, u prish mbledhja, s'foli kush ma, se e morën vështë ata. Ati e të më kuptu mirë besaj. Edhe vjen Pjetër Arpnori, bile se kam pa shumë mikë. Si ka besu ku i sa mu, dash me e ditë, me pëtë të këto. Vjen të shpije, i ditë, që vite shpesh të na. Vite shifte babën, vite shpesh, kur thëmë, thot kishe pa ma poterë, më thot, atë ditë, atje, poterë. Jo, i thosh, për që zote nësi poterë, më i thosh me gjak të ofësim, po qa, jo kishe pa thonë, atë qas duhet, qa më jo thonë ma tepër, tha. Kështu historia jame i kjashtë.